Nevina shtylla shtang studion. Më kanë vjedhur imazhi me IA, po përdoret për postime për të rritur. Gjatë puntatës së fundit të emisionit Trotuar në kuadër të programit e Diell, u diskutua për inteligjencën artificiale, përfitime dhe rreziqe që ajo sjell. Moderatorja Nevina Shtylla ndau një përvojë personale shqetësuese, duke treguar se imazhi i saj është vjedhur dhe përdorur në mënyrë abuzive në rrjetet sociale. Ajo sqaroi se një profil në Instagram kishte përdorur fytyrën e saj për të postuar foto të manipuluara provokuese, me përmasa trupore të egzageruara, duke krijuar një identitet të rrem. Moderatorja theksoi se ka raportuar disa herë rastin, por adresa vijon të qëndrojë aktive. Ky incident ngre edhe një herë shqetësimin mbi rreziqet e inteligjencës artificiale dhe mungesën e mbrojtjes efektive ndaj abuzimeve me identitetin digjital. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.